Shqipëria më shumë se 100 vite larg standardeve të Bashkimit Evropian për sa i përket infrastrukturës rrugore. Studimi i publikuar nga Instituti i Vienës për studime ndërkombëtare tregon se Shqipërisë i duan së paku 64 vite për të arritur standardin e qeverisjes së Bashkimit Evropian, 53 vite për standardin ekonomik, 71 vite për standardet sociale dhe 39 vite për sistemin shëndetësor. Sa i përket kriterit ekonomik, Shqipëria duket se është më afër standardeve europiane krahasuar me Kosovën, Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, ndërkohë që Serbia renditet shumë më mirë. Në raport theksohet se për të ngushtuar këtë endek, Shqipëria duhet të fokusohet në politikat që lidhen me mjedisin, arsimin dhe infrastrukturën teknologjike, ndërkohë që forcon institucionet dhe qeverisjen. Në rastin e Shqipërisë, përparimi është më i dukshëm në fushën e digitalizimit dhe përmirësimit të infrastrukturës bazë, ku reformat e viteve të fundit kanë sjellë rritje të aksesit në internet dhe të shërbimeve publike online. Studimi matës sa afër janë vendet e Ballkanit Perëndimor me standardet e Bashkimit Evropian, jo vetëm në kuptimin formal të integrimit, por edhe në mënyrën se si qytetarët jetojnë dhe përfitojnë nga zhvillimi ekonomik e social.